Ja çfarë ndodh nëse pini ujë të gazuar çdo ditë. Shumë njerëz e duan ujin e gazuar pavarësisht nëse është me shije ose jo. Besohet se kontribon në tretje më të mirë dhe shëndetësore. Kjo është arsye pse uji i gazuar shpesh zgjidhet si një zëvendësues i shkëlqyer i lëngut. Për shekuj me radhë, njerëzit kanë pirë ujë të gazuar për të qetësuar stomakun, kryesisht për të lehtësuar simptomat e pakëndshme të urthit. Nutricionistja Sara Haas ka zbuluar se kjo është e vërtetë dhe sa e sigurt është të pini ujë të gazuar çdo ditë. Sipas saj, ka anët pozitive dhe negative të konsumit të përditshëm. Uji i gazuar kontribon në hidratim më të mirë, por ka edhe një efekt pozitiv në tretje, në neutralizimin e thartësirës së stomakut, funksionin e veshkave dhe funksionin e dur të zemrës. Një studim tregoi se marrja e rregullt e ujit të gazuar rrit dëndësinë e kockave, të cilat normalisht humbasin edhe me kalimin e moshës, citoi ekspertja. Vetëm mos e teproni.